Një tension I ri ka dalë në dritë mes Washingtonit dhe Kievit, teksa përpjekjet për të gjetur një rrugë paqeje në konfliktin mes Ukrainës dhe Rusisë përballen me pengesat e para serioze. Presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelensky ka refuzuar një nga pikat kyçe të propozimit të administratës amerikane, duke kundërshtuar çdo marrëveshje që legjitimon kontrollin rus mbi gadishullin e Krimes. Me njëherë pas sinjaleve nga Kievi, ka ardhur edhe një reagim I papritur nga sekretari Amerikan I Shtetit, Marco Rubio. Ai ka anuluar pjesëmarrjen në bisedimet e rëndësishme që po mbahen në Londër, ku pritej të diskutoheshin hapat konkret drejt një armëpushimi dhe përfundimit të konfliktit 3 vjeçar. Zyrtarisht, siç deklaroi zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Timi Bruce, mungesa e Rubios lidhet me çështje logjistike, por burime nga administrata konfirmojnë se vendimi ka të bëjë drejt për drejt me mospajtimet me palën ukrainase. Në vend të Rubios, Shtetet e Bashkuara përfaqësohen nga I dërguari special I presidentit Donald Trump për Ukrainën dhe Rusinë, Keith Kellogg. Ai do të jetë pjesë e diskutimeve me zyrtar britanik, evropian dhe Ukrainas, pas një raundi paraprak bisedimesh në Paris, ku u hodhën themelet e një kornize të propozuar nga SHB për paqen. Sipas burimeve të CNN, plani përfshin njohjen de facto të aneksimit të Krimes nga Rusia dhe vendosjen e një armëpushimi për gjatë gjithë vijës së frontit. Por ky skenar është I papranueshëm për presidentin Zelensky, I cili në deklaratën e fundit theksoi se, ndonëse është I gatshëm të dialogojë me Moskën, çdo marrëveshje që cenon integritetin territorial të Ukrainës është e papranueshme. Nga ana tjetër, diplomacia perëndimore vijon përpjekjet për të ruajtur një qendrim të unifikuar, ndërsa opinioni ndërkombëtar po ndjek me shqetësim zhvillimet, duke pritur me ankth nëse paqja në rajon është ende e mundur apo nëse konfliktit do t'i shtohen tensione të reja.